përtej shakas, ajo që vlen të theksohet është se transformimi i administratës është një proces jashtëzakonisht kompleks, jashtëzakonisht i vështirë dhe i cili kërkon diçka që bota sot dhe për më tepër Shqipëria sot dhe shqiptarët sot e kanë gjithmonë e më pak. Kërkon kohë. Kërkon kohë sepse bëhet fjalë për krijimin e mekanizmave që lidhen me njerëz, me shumë njerëz. Dhe besoj që po të kthehemi për një moment mbrapa dhe të kujtohemi që ligji i parë themelor i administratës tonë publike është aprovuar afro një dekadë më parë, atëherë ne mund të kuptojmë se çfarë transformimi ka ndodhur në shërbimin tonë civil. Dhe për gjithë ata që na ndjekin, është e rëndësishme të bëjmë dallimin kur ne flasim për administratë publike, kemi parasysh shërbimin civil, ku përfshihen edhe 4.000, mos gabohem. Po, atëherë janë më shumë se kaq, por gjithsesi janë më pak se sa 10.000, ndërkohë që në numrin e përgjithshëm të administratës ne kemi 10.000 të tjerë, të cilët janë pjesë administratës shtetërore. Pra nuk është i njëjti nivel dhe kjo është diçka që ne nuk e kemi unike në Shqipëri, është në shumë vende. Dhe nëse në administratën publike ku gjendet edhe gjithë ai burim njerëzor që na ka mundësuar ecurinë shëmbullore me procesin e negociatave, ne kemi sot një kualitet të ri. Në administratën shtetërore, ne kemi sot një sfidë shumë të madhe përballë qytetarëve, sepse qytetarët kanë të gjithë të drejtën e tyre që të jenë shumë më kërkues dhe që të trajtohen shumë më mirë në shumë raste. Duke qenë se jemi në një moment specifik, intensiv të rrugtimit tonë si shoqëri, më lejoni të sjell këtu një epizod nga shumë epizode që ne po mbledhim për të lexuar si duhet protestën e bulevardit, në atë pjesë të saj që ajo protest ka rëndësinë e vetë themelore për ne, që është zëri dhe që janë shqetësimet reale të qytetarëve. Pra ajo që unë e quaj uji i pastër dhe i rrjedhshëm i protestës, nën atë korën e zezë të asaj që për fat keq është pjesa e zhurmshme dhe e dukshme ku janë mbledhur gjithë dështakët dhe zemrakët e Shqipërisë. Në atë rrjedhë madhe njerëzish ka shumë për të mësuar dhe epizodi është ky. Nëna e një shokut tim, ai është pak më i ri se unë, por ajo është gjyshe, kishte dalë në protestë. Edhe i biri më tregon që ishte alarmuar kur i kishin thënë që ka shkuar mamaja në protestë. Ishte alarmuar sepse ajo është në një moshë të caktuar që duke imagjinuar në mes të një turme njerëzish, gjëja e parë që të shkon në mend është nëse
larg qoftë, pengohet, rrëzohet, mund të ketë edhe dëmtim fizik. Dhe ishte kthyer në shtëpi